Korça ka ndezur sot dekorin festiv duke shënuar kështu çeljen e sezonit më të bukur që shoqëron vitin. Qyteti është ndriçuar nga drita shumëngjyrëshe, instalacione të ndryshme dhe nga pemët e dekoruara për të sjellë një atmosferë të gëzueshme dhe gjithashtu edhe për të pritur të gjithë vizitorët që do të vendosin të ndalen në Korçë këtë fundvit. Atmosfera është magjike, por nuk është vetëm atmosfera që sjellin dritat e zbukurimeve, por është edhe një kalendar i pasur me aktivitete që do të na shoqërojnë për gjatë gjithë muajit dhjetor dhe ditëve të para të janarit. Edhe këtë dhjetor, ashtu si dhe vitet e tjera, do të kemi shumë vizitor, miq që do të zgjedhin Korçën si destinacionin e pushimeve dhe festimeve të tyre. Ka kohë që gjitha kapacitetet akomoduese të Korçës janë prenotuar dhe shpresoj që, siç thashë, kemi një atmosferë magjike që të na shoqërojë për gjatë gjithë këtij muaji. Ceremonia u shoqërua nga një koncert i veçantë i bandës së forcave të armatosura, e cila solli në pedonale një repertor festiv dhe atmosferë energjike duke tërhequr vëmendjen e të rriturve dhe fëmijëve. Gëzoj festan nga Korça. Atmosfera është shumë e mirë. Shumë dritat më pëlqejnë shumë. Çfarë urim do përcjellësh? Ju gëzoj vitin e ri çdo njeriu në Korçë dhe çdo shqiptar jashtë vendit. Si të duket qyteti sot? Bukur. Çfarë të pëlqeu më shumë nga zbukurimet? Dritat. Shumë bukur. Nga cili qytet vini? Nga Tirana. Kishte qenë herë tjetër? Po. Po jo për vit të ri. Çfarë ju pëlqeu më tepër nga gjithë zbukurimet, nga gjithë dekori? Pema. Kurëndez. Pema vitit të ris. Por në krahasim me Tiranën, si është Korça? Më bukur. Ndërkohë në pazarin e vjetër, artistja Gerta Mahmutaj performoi për publikun korçar, duke krijuar një gjallëri të veçantë në një nga zonat më të dashura të qytetit. Me ndezjen e dekorit festiv dhe aktivitetet artistike që e shoqëruan, Korça ka hapur zyrtarisht sezonin e gëzueshëm të fundvitit, duke e kthyer qytetin në një destinacion të ngrohtë e plot gjallëri për vendasit dhe turistët.